Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Oda ekonomike amerikane në Kosovë bën thirrje qeverisë të rishikojë qasjen mbi gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimin e infrastrukturës nevojshme të gazit ta trajtojë si prioritet strategjik kombëtar. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane rikujton se projektet e rëndësishme të infrastrukturës së gazit e lëngshëm dhe të ndërlidhjes energjetike po zhvillohen në mbar Europën juglindore, duke krijuar mundësi të reja për shtetet që të sigurojnë qasjen në burime të diversifikuara të gazit dhe të forcojnë sigurinë e tyre energjetike. Thirrja ndaj qeverisë është që të tregojë vullnet politik, duke ndërmarrë hapa konkret drejt integrimit Kosovës në rrjetet rajonale të gazit. Qeveria e Kosovës ka gati hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Kryeministri Albin Kurti cilësoi projektin si një nga më të rëndësishmit për kujtesën historike, trashëgiminë kulturore dhe identitetin e Kosovës. Shefi i qeverisë deklaroi se janë informuar nga konsorciumi i kompanive arkitekturore gjermano-britanike për progresin e projektit, duke shtuar se puna po zhvillohet në përputhje me planin dinamik të kontratës. Sipas tij, Prekazi zë një vend të veçantë në kujtesën historike të popullit shqiptar, ndërsa qendresa dhe sakrifica e familjes Jashari e kanë shndruar atë në simbol të mbrojtjes së dheut dhe të përkushtimit ndaj lirisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës maleve, anullimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anulimi i ndryshimit për trashëgimin kulturore shqiptare janë kërkesat e artikuluara nga protestuesit përballë kryeministrisë në Tiranë. Me parulla në duar, një grup kryesisht të rinj protestojnë kundër ndërtimit të resorteve turistike në Zvërnes dhe ishullin e Sazanit. Organizatorët kanë bërë të ditur se lëvizja do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilet përfshin anullimin e projekteve të kundërshtuara, transparencë me vendimmarrje qeveritare dhe marrjen e përgjegjësive politike nga ekzekutivi. Qeveria shqiptare ende nuk ka një vendimmarrje se kur do të fillojë kompensimi i indeksimit të pensioneve. Gjatë një konferencë për shtyp, ministri i Financave Petrit Male sqaroi se pritet që vendimi për indeksimin të mund të paraqitet në qershor ose në korrik në Këshillin e Ministrave. Kjo është një çështje të cilën ne jemi duke e diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Krahas asaj, pritet dhe rimbursimi i fermerëve. Shuma potenciale e tyre për kompensim vlerësohet në rreth 6.5 milion euro, ndërkohë që vijon puna për çmimet e referencës banesave. Art. Gjua jon sa e mirë është motoja e panejirit të librit shqip organizuar në Shkup. Drejtoresha ekzekutive e Institutit të Librit, Irena Toçi, theksoi se panejiri i Tiranës, Prishtinës, Ulqinit dhe Shkupit përbën një mozaik që tregon fuqinë e gjuhës son. Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do ta mbrojmë këtë gjuhë dhe do ta çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panajir ta kthejnë në një traditë. Pranishëm në ceremoni, publicisti Namik Dokle tha se ky panajir nuk ka vlerë vetëm për shkrimtarët dhe botuesit, por është një vlerë kombëtare. Autor, botues dhe lexues është një trio e pandar dhe ajo mund të funksionojë vetëm si e tillë. Ndërkohë, mendoj që përveç se është festë e librit, festë e autorëve dhe e botuesve, festë e shkrimtarëve dhe studiuesve të letërsisë tonë, është edhe festë e gjuhës shqipe. Në hapi i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Çajerit Izet Mexhiti, i cili bërditur se ky panajir do të bëhet traditë e përhershme kulturore që do të rritet vit pas viti. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.